Fillet Marsi nuk janë vetëm datën në kalendar, janë histori gratë, janë hapa të lodhur, janë tuar që kanë mbatur botën pa bërshur. Fëmijë, sot nuk do të hapi libra si zakonisht. Sot dua t'ju dëgjoj se çfarë ndjeni kur mendoni për 7 marsin. Ngjyra, lule, festa. Edhe emocione, edhe pak më shumë se zakonisht. Unë mendoj për nënën time, për mënyrën si zgjohet herët dhe flevon. Edhe unë për mësuese, ato na presin çdo ditë me durim. Po për gjyshet, ata kanë histori që nuk i kemi dëgjuar ende. Edhe gratë që nuk flasin shumë, përbojnë gjithçka. Në herë, sot do t'japim zëheshtjes. Mami, se nuk pushon kur, sepse zemra ime nuk di të pushoj. Po kur lodhe shumë, Edhe atëherë vazhdoj sepse dashuria nuk varet nga lodhja. do të doja të isha që forca ti. Ti je, thjesht ende nuk e di. Gjyshe, a të ka ndodhur të heqësh dorë nga një ëndër? Po, por nuk hoqa dorë nga shpresa. Po nëse unë dua të fluturoj shumë lart, Atëherë fluturo, sepse unë hapa krahët për ty. pse disa mendojnë se vajzat janë të dobta? Sepse ato nuk e dinë forcën e hequr. Forca nuk është gjithmonë të fitosh. Është edhe të falësh, është edhe të durosh, Edhe të falësh, edhe të vazhdosh, edhe kur askush nuk të sheh. Mësuese, ju na mësoni shkronjat. por edhe si të sillim me njerëzit. Na mësoni të mos kemi frikën nga gabimet. Dhe të mos dorëzohemi kur. E po, nëse Sofi si kështu, çdo ditë punë ka pasur kuptim. A keni vënë re që nënat e din gjithmonë kur jemi të mërzitur? Po, edhe kur nuk flasin fare. Si e din? Sepse ato na shohin dhe në zemër, jo vetëm në sy. Mësuesja ime më tha një ditë, unë e di kur ti nuk e mësuar, por e di dhe kur ke frikë. Atëherë kuptova që mësuesja nuk ta mëson vetëm lëndë. Po çfarë ti na mëson? Na mëson të besim tek vetja. Mbani mend që mund gatëruan në recitim? Po, do të trembem shumë. U mendova se do të qeshni të gjithë. E çfarë bëra unë atëherë? Në buzëqeshe dhe se provoje edhe një herë. Sepse gabimi nuk është turp. Gabimi është mësim. Pse nuk u lodhe kur nga ne? U lodha shumë herë. Atëherë pse nuk e tregove? Sepse dashuria nuk ankohet. Po kur ne bëjmë gabimet, atëherë ju dua edhe më shumë. Po kur ne nuk bindemi, edhe atëherë, sepse rritja vjen me gabime. Se ty të flasin për respekt, sepse jo të gjithë din ta tregojnë. A është respekt të mos dëgjosh? Jo, respekt është të dëgjosh deri në fund. Po të falësh forma më e fortë e respektit. Po si kur një ditë të harron të themi faleminderit. Atëherë kjo skenë na e kujton. Po si kur të rritemi dhe të ndryshojmë. Atëherë do të mbajmë me të sotme. Sepse fjalët e sotme mund të bëjnë kujtim nesër. Çfarë doni të merrni me vete nga kjo pjesë? Dashuri, Mirënjohje, fjalën e bukur, premtimi për të qenë më të mirë. atëherë shfaqja ka kuptim. Kur isha e vogël, mendoja se nëna ime ishte pa thyeshme. Tani e di, ajo është e fortë sepse do. A do parë ndonjëherë nënën të qeshë edhe kur është e lodhur? Po, dhe atëherë kuptova se dashuria nuk fle kurrë. Me duart e tua mësova botën, në zërin tënd mësova qetësinë. Kur rrëzova, ti nuk më qurtove, por më ngrite me durime dritë. Ti nuk je vetëm nën, ti je fortë që nuk lodhet, je zemër që nuk rrëzohet, je dashuri që nuk kërkon shpërblim. Ne shpesh flasim për heronj, por harrojmë që ata janë çdo ditë pra. Heroim nuk bësh po, gjatë banë në trantë, libra dhe shëtësime. Heroim ti të fal, edhe kur askush nuk kërkon falje. Sot, ne premtojmë të flasim me fjalë të pastra, të veprojmë me zemër edhe të mos harrojmë kurrë mirënjohjen. Nëse ne do të mbajmë mend respektin, nesër bota do të jetë më e butë. Sepse një fjalë e bukur mund të shpëtojë një botë të tërë. Unë dua një botë ku fjala është dritë, ku vajza e zën pa frikë, ku dali flet me respekt, dhe zemra është urrëfyes. Jeta fillon sot, ka kioskën e vogël që nesër jeta tjetë më e madhe. Unë nuk jam perfekte, por jam gëtur çdo ditë, për çdo lodhje dhe buzëqeshje. Forca nuk vërtet. Forca flet me vepra, forca është të mos lëndosh edhe kur je lënduar. Nëne, në zërat e timin është një gjumër jote, në zëndër të timin është një lutje jote, në mësua vetëm të ecë, por edhe nga vjetë. Kur isha lodhur, t'jo bëre forca ime, kur isha mërzitur, t'jo bëre zëri im. Jam duke folë sot për ty sepse ti folë dje për mua.
Forca flet me vepra, forca është mos të ndosh edhe kur je lënduar. Ajo fjala faleminderit do të ishte shumë e vogël. Nëse sot do të mbajmë respektin, nesër bota do të jetë më e bukur. Një fjalë e bukur mund të shpëtojë një botë të tërë. Unë dua një botë ku fjala është drejt, ku vajza e cën pa frik, djali flet me respekt, dhe zemra është kundërfyes. Ligja fillojmë sot, nga kioskën e vogël që nesër jeta të jetë më e madhe. Unë nuk jam perfekte, por jam gëtu çdo ditë për çdo lozë dhe buzëqeshje. Unë nuk ju jap vetëm dije, ju jap besim, se mundeni. Pa ju fjala faleminderit do të ishte shumë e vogël. Ne jemi fëmijët e sotëm. Po njerëzit e nesër, nga ju mësuan dashurinë. Faleminderit nën. Faleminderit mësuese. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit për durimin, për dashurinë, për dritën, për jetën. Gëzu!